Rreth 756.000 pensionistë në vend do të marrin në fund të vitit një shpërblim të njëjtë me atë të vitit të kaluar, që do të varet nga masa e pagesës që përfitojnë çdo muaj nga skema, zbuloi Ministri i Financave Petrit Malaj. Kush ka pension deri në 20.000 lekë do të marrin 15.000 lekë, e kush ka pension mbi 20.000 lekë do të marrë bonus fundviti 10.000 lekë. Pra për gjithë ata pensionistë, të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus prej 10.000 lekë. Ndërsa mbrojti në komisionet parlamentare akti normativ të qeverisë për rishikimin e buxhetit 2025, Ministri i Financave tha se nga 7.6 miliard shtesë për pensionet, 5.9 miliard do të shkojnë për bonusin e fundvitit. Skemës e çon në 9.7 miliard lekë nivelin e fondeve në dispozicion për bonusin e fundvitit, ose thënë ndryshe 97 milion euro. I pyetur nga deputetët për rritjen e pensioneve përtej shpërblimeve, Ministri i Financave paralajmëroi se buxheti i vitit 2026 mund të jap disa përgjigje, por Malaj tha se deri në fund mandatit qeverisës, pensioni minimal mesatar do të arrijë në shumën e 200 eurove dhe pensioni mesatar urban do të arrijë në 400 euro. Kjo qeveri do të çojë pensionin mesatar minimal në shumën 200 euro dhe pensionin mesatar urban rreth 400 euro. Një lajm i mirë edhe për zjarrfikësit dhe punonjësit e agjencive të tjera që u përfshin në luftën e flakëve në 16 bashki të vendit. Ju kemi akorduar fonde për 2 paga shpërblim, ndërsa tek bashkitë e tjera janë akorduar 1 pagë shpërblim. Po ashtu edhe për punonjësit e policisë së shtetit, që do të marrin pagesat e orëve shtesë gjatë sezonit turistik. Në kuadër dhe të organizimit të forcave policore gjatë sezonit turistik, krahas edhe nevojave tjera që ata kanë në aspektin operativ dhe të sigurisë. Ministri i Financave po ashtu prezantoi rialokimet e fondeve në disa sektorë të tjerë si infrastruktura, energjia, teknologjia dhe fusha të tjera me rëndësi për zhvillimin e vendit, të cilat morën miratimin në komisionet parlamentare.